Përshin, po, si merë 57 deputetëve të vendosë me shku në zgjedhje. I merë 56. Apo kupton, dhe më thonë, nuk qëmë pesh mo kjo zgjedhje, nuk ka për presidentin, kuptojni. Sepse është çështje që ka me dalë. Kur unë e fola për komoditetin e Kurtit, është sepse politikisht, logjikisht, kjo nuk i takon veç Kurtit si fiduesi i zgjedhjeve. Çështja e presidentit është marrëveshje politike mes partive. Një opsion është me shti në pazar në koalicion para konstituimit të qeverisë së re, dhe dyta me bë marrëveshje politike sikur se të rasti i Jagës kur është votu, do të them, president. Aja tash ka qenë propozimi Jaga ka qenë propozimi dikujt, po ka qenë marrëveshje politike me votu ata apo jo. Këto janë dy variante që vijmë deri te presidenti, por unë nuk pras që iniciativën ta marr zoti Kurti, pse mos me bë opozitë, për shembull. Ramush Haradinaj po shpreh ambicie hapur për të qenë president. Pse shembull opozita mos mjallon 30 në shkrim Ramushit me provu. Sepse kur kemi dy kandidat, Arben, ku vendi vendos ta shkon në votim sheft apo në votim të hapur. Është e kërkuar. Që i bjen në randën e parë kush si merr 80 vota zbor. Edhe fizikisht Po, në randën e dytë kush si merr 80 vota, në randën e tretë cili do pi kandidatit që i merr 61 bëhet pra president. Kjo është gare hapun politike. Urdhon, le të bëjmë propozim edhe opozita, le të bëjmë propozim edhe Kurti. Kjo është. Tashti, ka një pozicion këtu politik të ngurtë nëse bën vetëvendosje dhe thotë ne nuk marrim pjesë në seancë sepse asnjë kandidat s'e përkrajmë. Nëse s'marr pjesë vetëvendosje në seancë, atëherë shkojmë zgjedhje, sepse s'ka quorum. Por atëherë dihet faji kujt është, cili politikan me logjikë politike e bën këtë. Edhe kur ka ndodhur në histori që opozita me qenë qendrore në zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Gjithmonë, që të kallëzoj, po.